Gjatë festimeve të organizuara nga Komuna e Prizrenit me rastin e ditës së çlirimit të Prizrenit, komuna ka përgatitur një varg aktivitetesh përkujtimore, kulturore, sportive dhe artistike për të shënuar këtë ditë të rëndësishme të historisë sonë kombëtare. Gjithashtu kishte edhe shfaqje folklorike shqiptare, turke dhe poshnjake, ku performuan shoqëri kulturore artistike në Kijen e Shadërvanit me një program mjaft të larmishëm artistik, e ku ishin të pranishëm edhe kryetari i komunës së Prizrenit Sheqer Totaj, i cili njëherët ka përshëndetur këtë manifestim dhe qytetarë të shumt këto shoqëri kulturore artistike u paraqiten me një program mjaft të pasur me valle të motiveve të ndryshme që zgjuan kërcërinë shumë qytetarëve dhe mysafirëve të shumt. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25-she.